Horoskopi mujor, maj 2026. Një muaj që nuk fal gabime. Maj 2026 po troket dhe yjet kanë një mesazh urgjent që nuk duhet ta neglizhoni. Sot do të analizojmë fatin tuaj në 4 shtyllat kryesore. Puna, dashuria, fati dhe, për herë të parë, një paralajmërim specifik për shëndetin e çdo shenje. Qëndroni me mua deri në fund, sepse shenja e muajit, Demi, ka mesazhin më të fuqishëm që kam lexuar ndonjëherë në yje. Por kujdes. Këtë herë, renditja e shenjave nuk do të jetë ajo e zakonshmja. I kam renditur ato sipas fuqisë së energjisë që do të kenë gjatë këtij muaji, nga ato që do të kenë mbrojtjen më të madhe hyjnore, deri te ato që duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshme. Qëndroni me mua deri në fund për të parë se ku pozicionohet shenja juaj dhe cili është mesazhi sekret për shëndetin që universi ka për ju. Le të zbulojmë kush e udhëheq energjinë e majit. Dashi. Ju jeni shenja që hapni këtë muaj me një energji të zjarrt. Maji ju gjen në një udhëkryq të rëndësishëm, por yjet thonë se është koha për të marrë frenat në dorë. Le të shohim se çfarë ka rezervuar universi për ju në 4 shtyllat tuaja të jetës. Në shtyllën e parë, atë të fatit, shoh që ky muaj do të jetë si një pastrim shpirtëror. Do të ndiheni sikur një peshk po ju hiqet nga supet pas datës 5. Planetet po rreshtohen për t'ju dhënë atë shtysën që ju ka munguar prej kohësh. Kalojmë te puna. Këtu kemi një lëvizje interesante të Merkurit. Kini kujdes me kontratat apo premtimet që bëni në javën e parë. Një mundësi e re mund të duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë, analizojeni mirë përpara se të thoni po. Në dashuri, energjia është paksa nostalgjike. Për dashët që janë në çift, maji kërkon komunikim. Për beqarët, shoh një shkëndijë të re që vjen nga një ambient që ju e frekuentoni çdo ditë. Dikush për ju vëzhgon me shumë admirim. Dhe tani, diçka shumë e rëndësishme, shëndeti juaj këtë muaj. Të dashur dash, kini kujdes me lodhjen mendore, sidomos në javën e dytë të majit. Mos u mundoni t'i zgjidhni të gjitha brenda një dite. Gjumi do të jetë ilaçi juaj më i mirë këtë periudhë, rigjenerohuni që të keni forcë për sfidat që vijnë. Dhe përpara se të kalojmë të shenja tjetër, ja mesazhi juaj sekret nga universi për këtë muaj. Një bisedë e lënë për gjysmë në të kaluarën do të marrë përgjigjen që prisni pas datës 12. Mos e kërkoni ju atë person, lëreni energjinë të rrjedh vetë. Akrepi. Akrep të mistershëm dhe të fuqishëm, bëhuni gati. Maji nuk do të jetë një muaj i zakonshëm për ju, do të jetë një muaj transformimi rrënjësor. Ju jeni Feniksi i zodiakut dhe këtë muaj do të ndiqni të vjetrën për të rilindur nga hiri juaj me një forcë që do të tmerrojë armiqt dhe do të mahnis miqt. Fati juaj këtë muaj është intensiv dhe i fshehtë. Ju do të zbuloni të vërteta që njerëzit e tjerë nuk i shohin. Kjo aftësi për të parë përmes mureve do t'ju vendos në një pozicion shumë të favorshëm. Çdo gjë që ndodh në hije këtë muaj do të punojë në favorin tuaj në dritë. Në aspektin profesional, shoh një ambicie të pashoqe. Ju nuk do të kënaqeni me pak. Është momenti të kërkoni kontrollin e një projekti ose të nisni atë biznesin që e keni mbajtur sekret. Financiarisht, prisni lajme për një trashëgimi, një borxh të kthyer ose një bonus që vjen si rezultat i punës suaj të palodhur në prapaskenë. Dashuria për akrepin është gjithmonë gjithçka ose asgjë. Këtë maj, pasioni do të jetë pothuajse i rrezikshëm. Ju do të keni një magnetizëm që do t'i tërheqë të tjerët si fluturat pas dritës. Por kini kujdes, mos lejoni xhelozin t'ju prish magjinë. Për beqarët, një takim i zjarrt mund të ndryshojë kursin e vitit tuaj. Energjia juaj është transformuese, por ajo ka nevojë për një shkarkesë. Shëndeti juaj këtë muaj lidhet me çlirimin e emocioneve të grumbulluara. Nëse nuk i nxirrni jashtë, ato do të kthehen në lodhje fizike. Aktivizohuni, bëni sport ose thjesht bërtitni në majë të një mali, nxirreni atë zjarr jashtë që të mos ju djeg nga brenda. Dëgjoni këtë mesazh që vetëm ju mund ta kuptoni. Sekreti që po mban me aq xhelozi do të gjejë dritën e duhur për t'u zgjidhur.
Mos u trem nga e vërteta, sepse këtë herë ajo nuk do të dëmtoj, por do të çliroj nga një zinxhir që të mbante lidhur prej vitesh. Binjakët e mi të dashur, përgatituni. Maji është muaji ku mendja juaj do të fluturojë me shpejtësinë e dritës. Ky muaj sjell lajme që I keni pritur prej kohësh, por që vijnë në një formë që nuk e kishit imagjinuar. Planeti juaj udhëheqës, Merkuri, po ju dërgon sinjale të forta. Fati juaj këtë muaj nuk është I rastësishëm, ai vjen përmes njerëzve që takoni. Jini të hapur për biseda të reja, sepse aty fshihet çelësi I suksesit tuaj. Në punë, dinamika do të jetë e lartë. Do të keni shumë detyra, por edhe shumë vlerësime. Është momenti ideal për të shfaqur talentin tuaj në prezantime apo takime të rëndësishme. Një rritje e vogël financiare mund të vijë nga një projekt I vjetër. Në dashuri, prisni të papriturën. Dikush që e kishit harruar mund të shfaqet përsëri. Për ata që janë në një lidhje, është koha për të thyer rutinën, një surprizë e vogël do të rindez flakën e pasionit. Për sa I përket shëndetit, energjia juaj do të jetë në kulm, por kujdes nga lëndimet e vogla që vijnë nga nxitimi. Mos harroni të merrni frymë thellë dhe të mos nxitoni në aktivitetet fizike. Mendja juaj ka nevojë për pak qetësi në mbrëmje. Mesazhi juaj sekret nga yjet. Një person nga e shkuara do të shfaqet me një mesazh që do të të ndihmojë të marrësh një vendim të rëndësishëm financiar. Dëgjoje me vëmendje, por mos u nxito të veprosh. Bricjapi. Të dashur bricjap, ju që jeni arkitektët e jetës suaj. Maji po vjen si një periudhë korrjesh për të gjitha ato mund të pashosh që keni bërë gjatë muajve të fundit. Universi I ka parë netët tuaja pa gjumë dhe përpjekjet tuaja në heshtje, tani është koha që sakrifica juaj të kthehet në triumf. Fati juaj këtë muaj është I ngurtë si shkëmbi. Nuk është një fat që vjen e ikën, por një seri ngjarjesh që do të ndërtojnë bazat e suksesit tuaj për gjithë vitin. Pas datës 20 do të ndjeni një dorë hyjnore që do t'ju shtyjë drejt një vendimi që do të ndryshojë statusin tuaj. Jini gati, sepse mali që po ngjitnit sapo u bë më I lehtë. Në aspektin profesional, ju jeni autoriteti. Çdo fjalë që thoni do të ketë peshë ari. Shoh një lajm të mirë që vjen nga një rrugë e largët ose nga një institucion I rëndësishëm. Financat tuaja do të kenë një rritje të qëndrueshme. Nuk është koha për të rrezikuar, por për të forcuar atë që keni. Kursimet tuaja do të rriten fal një menaxhimi genial. Në dashuri, ju kërkoni besnikëri dhe maji do t'ju vërtetojë se kush meriton të qëndrojë në jetën tuaj. Një bisedë serioze për të ardhmen do t'ju jap qetësinë që kërkoni. Për beqarët, një njohje e re në mjedise profesionale mund të kthehet në një histori që kombinon pasionin me stabilitetin. Shëndeti juaj kërkon vëmendje të struktura. Kujdes me kockat, kyçet dhe shpinën. Mos e mbani gjithë peshën e botës mbi supe. Universi ju këshillon të bëni ushtrime shtendosje dhe të pini më shumë kalcium. Trupi juaj është tempulli juaj, mos e neglizhoni për hir të punës. Dëgjoni këtë mesazh hyjnor. Mundimi yt I muajve të fundit po vëzhgohet nga lart. Një lajm që e kishit humbur shpresën se do të vinte, do të mbërrijë në pragun tuaj kur ju të jeni duke parë në drejtimin tjetër. Besoni te koha e universit. Gaforja. Gafore të ndjeshme, maji ju fton të ktheheni nga brendësia juaj. Ky muaj është një udhëtim emocional që do t'ju bëjë më të fortë dhe më të vetëdijshëm për fuqinë që keni brenda vetes. Fati juaj këtë muaj lidhet me shtëpinë dhe familjen. Universi po ju dhuron mbrojtje në vendimet që lidhen me jetën tuaj private. Besojini ndjesisë tuaj të parë, ajo nuk ju gabon kurrë, sidomos pas datës 15. Në aspektin profesional, mund të ndiheni paksa të lodhur nga rutina. Por mos u dorëzoni. Një bashkëpunim I ri po piqet në prapaskenë. Vazhdoni të punoni në heshtje, rezultatet do të jenë spektakolare në fillim të qershorit. Në dashuri, kërkoni siguri. Nëse një marrëdhënie nuk po ju jep qetësinë që meritoni, do të keni guximin ta thoni. Për ata që kërkojnë dashurinë, një takim në një mjedis të qetë dhe artistik mund të jetë fillimi I diçkaje të madhe.
Shëndeti juaj kërkon qetësi shpirtërore mbi të gjitha. Dedikoj kohë meditimit, shëtitjeve buzë, ujit ose thjesht heshtjes. Trupi juaj reagon ndaj emocioneve, prandaj largohuni nga njerëzit që ju shkaktojnë stres të panevojshëm. Dhe mesazhi juaj hyjnor. Intuita jote nuk po të gënjen, ajo ndjenjë që ke për një ndryshim të madh në ambientin ku jeton do të realizohet shumë shpejt. Universi po të përgatit folen e re. Ujori. Ujor vizionar, bëhuni gati. Maji është muaji ku ju do të thyeni zinxhirët e fundit që ju mbanin lidhur me të shkuarën. Ju jeni njerëzit e së ardhmes dhe ky muaj do t'ju jap platformën për të shkëlqyer me idetë tuaja që dikur dukeshin të çmendura, por që tani do të bëhen realitet. Fati juaj këtë muaj vjen përmes teknologjisë, grupeve shoqërore dhe ideve të reja. Ju do të jeni në vendin e duhur, në kohën e duhur, me njerëzit e duhur. Një rastësi e çuditshme në mes të muajit do t'ju hapi një dritare mundësish që as nuk e kishit ndëruar. Pranoni çdo ftesë sociale, sepse aty fshihet mrekullia. Në punë, ju jeni gjeniu i zyrës. Idetë tuaja do të zgjidhin probleme që të tjerët i shohin si të pakalueshme. Shohim një rritje të papritur financiare që vjen nga një burim alternativ, mbasi një projekt online apo një investim i vogël që bë të kohë më parë. Paraja do të rrjedhë drejt jush përmes kreativitetit. Në dashuri, ju keni nevojë për hapësirë, por këtë muaj do të doni ta ndani atë hapësirë me dikë që ju kupton pa folur. Për beqarët, një misi e vjetër mund të marrë një kthes romantike krejt papritur. Pasioni do të jetë intelektual dhe shpirtëror, saktësisht ashtu siç ju pëlqen juve. Qarkullimi i gjakut dhe energjia nervore janë pikat tuaja delikate këtë maj. Mos qëndroni shumë kohë mbyllur para ekraneve. Lëvizni, vallëzoni, bëni diçka që e bën zemrën tuaj të rrah fort nga gëzimi. Shëndeti juaj mendor varet nga sasia e risive që fusni në jetën tuaj, thyeni rutinën. Dhe mesazhi juaj sekret nga yjet. Ajo ideja që të gjithë të thonë se është e pamundur, është saktësisht çelësi i suksesit tënd të madh. Mos kërko miratimin e të tjerëve, por ndiq zërin tënd të brendshëm. Universi po të thotë. Guxo. Virgjëresha. Të dashura Virgjëresha, bëhuni gati sepse muaji maj do të jetë një tërmet pozitiv që do të rregullojë çdo pjesë të jetës suaj që ishte jashtë kontrollit. Ju që jeni mjeshtrit e detajeve, këtë muaj do të shihni se si universi fillon të qep një realitet të ri për ju, më të pastër dhe më të ndritshëm se kurrë më parë. Fati juaj këtë muaj nuk është rastësi, është shpërblim. Pas një periudhe ku ndjet të anashkaluar, yjet po rreshtohen në një pozicion që unë e quaj drejtësia hyjnore. Çdo gjë që ju është marrë padrejtësisht, do të fillojë të kthehet te ju në forma që do t'ju lënë pa fjalë. Muaji maj do t'ju provojë se durimi juaj ishte investimi më i mirë. Në aspektin profesional, përgatituni për një ngarkesë që do t'ju nxjerrë në pa aftësitë tuaja drejtuese. Shoh një dokument, një kontratë ose një email vendimtar që vjen rreth datës 18. Ky është momenti kur duhet të kërkoni rritje apo vlerësim. Financat tuaja do të pësojnë një stabilizim të papritur, duke ju dhënë frymëmarrjen që keni kërkuar. Në dashuri, është koha të hiqni dorë nga analizat e tepërta. Për ju që jeni në lidhje, maji sjell një bisedë të thellë që do të shërojë plagë të vjetra. Për beqarët, shoh një shkëndim me një person që ka një energji shumë të ngjashme me tuajën, dikush që vlerëson rregullin dhe pastërtinë e shpirtit tuaj. Hapni zemrën, jo vetëm mendjen. Kujdes maksimal këtu. Sistemi juaj tretës dhe nivelet e ankthit mund të jenë të ndjeshme këtë muaj. Universi po ju thotë, nuk mund t'i mbani të gjitha problemet e botës në stomakun tuaj. Konsumoni ushqime të lehta, pini shumë ujë dhe mbi të gjitha, mësoni të thoni jo kur dikush kërkon t'ju ngarkojë me energji negative. Dhe tani, dëgjoni me shpirt mesazhin tuaj sekret. Ajo që ke humbur muajin e kaluar nuk ka ikur përgjithmonë. Ajo po transformohet për t'u kthyer te ti në një formë shumë më të vlefshme dhe më të qëndrueshme. Mos e kërko të vjetrën, prano të renjë që po troket. Peshorja. Shenja e elegancës dhe ekuilibrit. Maji vjen si një fllak i ngrohtë që do të largojë rreth e dyshimit nga jeta juaj.
Ky është muaji kur ju do të rifitoni bukurinë tuaj të brendshme dhe do të kuptoni se jeni ju ata që vendosni peshën e lumturisë suaj në peshorën e jetës. Universi ka një dhuratë speciale për ju, qartësinë. Pas një periudhe mjegulle ku nuk dini cilën rrugë të zgjidhnit, fati do t'ju vendos përpara një shenje kaq të qartë, saqë do të jetë e pamundur ta injoroni. Maji është muaji i vendimeve të mëdha që do t'ju sjellin paqen që meritoni. Në punë, diploma dhe përvoja juaj do të jenë në qendër të vëmendjes. Shoh një mundësi bashkëpunimi me dikë që ka ndikim të madh. Mos u tregoni të turpshëm. Financat tuaja do të kenë një kthes pozitive fal një ideje krijuese që e keni pasur prej kohësh, por nuk keni guxuar ta shfaqni. Tani është koha. Dashuria për ju këtë muaj është si një film romantik. Partneri juaj do të shfaqë një anë që nuk e kishit parë prej kohësh. Për ju që po kërkoni dashurinë, maji premton takime që do t'ju bëjnë të ndiheni përsëri si fëmijë. Një peshore tjetër ose një shenjë hajri mund të jetë çelësi i buzëqeshjes suaj këtë muaj. Balanca është fjala juaj kyçe. Mos e neglizho hidratimin dhe lëkurën tuaj. Energjia juaj mund të luhatet nëse nuk flini mjaftueshëm. Këtë muaj, bukuria vjen nga brenda jashtë, prandaj kujdesuni për qetësinë tuaj mendore që të shkëlqeni edhe fizikisht. Mesazhi juaj sekret nga yjet. Një mundësi e re bashkëpunimi do të trokas në derën tënde pikërisht kur të kesh menduar se rruga ishte bllokuar. Universi nuk haron premtimet që të ka bërë, thjesht po priste momentin kur ti të ishe gati ta vlerësoje. Shigjetari. Shigjetar aventurier, bëhuni gati të hapni krahët. Maji po ju thërret drejt horizonteve të reja. Ju që nuk e duroni dot ka fazin, këtë muaj do të ndjeni se si universi hap dyert dhe ju thot: bota është e jote, shko dhe merre. Ky është muaji i fitoreve të mëdha dhe të qeshurave që vijnë nga shpirti. Fati juaj këtë muaj udhëton me ju. Çdo hap që bëni jashtë zonës suaj të komfortit do të jetë i bekuar. Shoh fat në udhëtime, në studime dhe në biseda me njerëz nga kultura të ndryshme. Universi po ju zgjeron kufit e mendjes dhe të mundësive, prandaj mos qëndroni në vend. Në punë, optimizmi juaj do të jetë ngjitës. Ju do të jeni personi që do të zgjidh krizat me një buzëqeshje. Shoh një sukses që vjen nga diçka që lidhet me komunikimin apo teknologjinë. Financat tuaja do të pësojnë një rritje fal guximit tuaj për të provuar diçka të re. Fati i takon guximtarëve dhe ju jeni mbretërit e guximit këtë muaj. Në dashuri, ju kërkoni një shok skuadre, jo vetëm një partner. Maji sjell momente argëtimi dhe aventurazh të përbashkëta. Për beqarët, shoh një romans që lind papritur gjatë një aktiviteti social. Dikush do të dashurohet me lirshmërinë tuaj dhe mënyrën se si ju e shihni botën. Mos i kurseni batutat dhe sharmin tuaj. Fryma dhe liria janë jetike për ju. Shëndeti juaj këtë muaj varet nga sasia e ajrit të pastër që merrni. Mos u mbyllni në zyra apo shtëpi. Ecni, vraponi, ndjeni erën në fytyrë. Mushkërit tuaja kanë nevojë për oksigjen që të furnizojnë trurin tuaj me ide të mëdha. Kujdes vetëm me teprimet në ushqim gjatë festave. Dhe dëgjoni këtë mesazh special. Një udhëtim i papritur, qoftë fizik apo mendor, do të hapi sytë për një të vërtetë të madhe. Ti po kërkoje përgjigjen larg, por ajo ishte brenda teje gjatë gjithë kohës. Universi thjesht donte që ti të lëvizje që ta shihje atë nga një kënd tjetër. Luani. Luan të fuqishëm, bëhuni gati të dilni në skenë. Maji është muaji ku karizma juaj do të jetë e papërmbajtshme. Të gjithë sytë do të jenë te ju, por a jeni gati të mbani peshën e këtij shkëlqimi? Fati juaj këtë muaj është i lidhur me guximin. Sa më shumë të rrezikoni me zgjuarsi, aq më shumë do të fitoni. Universi po ju thot: është koha të tregosh se kush je. Mos u fshini pas modestisë, kjo nuk është koha për të qenë të vegjël. Në punë, jeni udhëheqësit e lindur. Mund t'ju jepet një projekt i ri që kërkon shumë përgjegjësi. Kjo është shansi juaj për të treguar vlerat dhe për të kërkuar atë që meritoni në aspektin financiar. Mos pranoni më pak se vlera juaj.
Në dashuri, pasioni do të jetë në kulm. Do të ketë momente dramatike, por edhe shumë romantike. Për beqarët, një person me pushtet apo ndikim të madh mund të bëhet pjesë e jetës tuaj në mënyrë të papritur. Për sa i përket shëndetit, keni kujdes me tensionin dhe stresin që vjen nga dëshira për të kontrolluar gjithçka. Mos i merrni të gjitha përgjegjësitë mbi supe. Mësoni të delegoni dhe bëni kujdes me zemrën, si në aspektin fizik, ashtu edhe emocional. Dhe dëgjoni këtë mesazh sekret. Ti nuk po ecën vetëm, një forcë hyjnore po të mbron nga një intrigë që po thurej pas shpine. Armiqt e tu do të shohin duke shkëlqyer ndërsa ata mbeten në hije. Peshqit. Peshq të dashur, shpirtra të vjetër të zodiakut. Maji po ju zhyt në një oqean mundësish dhe emocionesh të larta. Ju jeni ura midis tokës dhe qiellit dhe këtë muaj, magjia juaj do të jetë kaq e fortë sa që do të ndjeni se si dëshirat tuaja fillojnë të materializohen vetëm duke i menduar. Fati juaj këtë muaj është i lidhur me ëndrat dhe intuitën. Ju do të keni paralajmërime të qarta për çdo gjë që do të ndodhë. Besojini asaj ndjesje në stomak. Fati do t'ju gjejë në momente heshtje, duke ju sjellë njerëz që do të bëhen engjëjt tuaj mbrojtës në këtë udhëtim. Në aspektin profesional, arti dhe kreativiteti juaj do të vlerësohen maksimalisht. Nëse punoni në profesione që ndihmojnë të tjerët, prisni një val mirënjohjeje dhe shpërblimi. Financiarisht, shohni një dhuratë ose një ndihmë të papritur që do t'ju heqë një breng të madhe. Parat vijnë te ju kur ju jeni në paqe me veten. Dashuria për ju këtë muaj është e shenjtë. Një lidhje shpirtërore do të thellohet edhe më shumë. Për beqarët, universi ka përgatitur një takim karmik. Mund të jetë dikush që ndjeni se e njihni prej një jete tjetër. Lëreni veten të lirë në dallgët e ndjenjave, pa frikë nga lëndimi. Sytë dhe shikimi juaj, si ai fizik, ashtu edhe ai shpirtëror, kanë nevojë për pushim. Shmangni dritat e forta dhe zhurmat e tepërta. Shëndeti juaj lidhet me cilësinë e gjumit. Përdorni aromaterapi ose muzikë qetësuese para se të flini. Trupi juaj ka nevojë të shërohet në nivel qelizor përmes qetësisë. Mesazhi juaj sekret është ky. Ëndrat e tua këtë muaj nuk janë thjesht imazhe, ato janë udhëzime të pastra nga hynia. Mbaj një shënim në komodinë dhe shkruaj atë që do të shohësh natën e 15 majit. Aty fshihet çelësi i fatit tënd për këtë vit. Demi. Të dashur Dem, ky është muaji juaj. Dielli po shkëlqen në shenjën tuaj dhe kjo do të thotë vetëm një gjë, është koha për të korrur ato që keni mbjell. Por, këtë maj, universi kërkon nga ju pak më shumë vëmendje të detajet që keni anashkaluar. Fati juaj këtë muaj lidhet ngushtë me vetë besimin. Pas datës 10, do të ndjeni një çlirim të madh energjie. Dyert që ishin mbyllur me forcë, tani do të hapen vetë, mjafton që ju të mos dorëzoheni para dyshimeve të momentit. Në aspektin profesional, maji sjell stabilitet. Nëse po planifikoni një investim apo një ndryshim pozicioni, periudha rreth hënës së re do të jetë perfekte. Keni kujdes vetëm me shpenzimet e papritura në javën e tretë. Në dashuri, ju jeni magneti i zodiakut. Partneri do të kërkojë më shumë vëmendje nga ju. Për ata që janë vetëm, një njohje e re gjatë një udhëtimi të shkurtër mund të kthehet në diçka shumë serioze dhe të bukur. Shtylla e shëndetit për ju këtë muaj kërkon disiplinë. Fokusohuni te ushqimi i shëndetshëm. Trupi juaj kërkon më shumë energji natyrale dhe më pak ushqime të procesuara. Një detoks i vogël në mes të muajit do t'ju bënte mrekulli. Dhe dëgjoni me vëmendje mesazhin tuaj sekret. Aty ku shikon një fund, universi po mbjell farën e një fillimi të artë që do ta shohësh qartë në fund të majit. Mos e qani atë që iku, por festoni për atë që po vjen. Të dashur miq të zëri i universit, ky është muaji maj. Një muaj i fuqishëm, plot energji transformuese dhe mesazhe sekrete që presin të zbulohen nga ju. Mos harroni. Yjet mund të rreshtohen, por jeni ju ata që duhet të bëni hapin e parë drejt fatit tuaj. Dua të dëgjoj nga ju tani. Cili ishte mesazhi sekret që ju preku më shumë? Komentoni poshtë shenjën tuaj dhe fjalën.
E pranojnë nëse jeni gati të merrni të gjitha bekimet që universi ka rezervuar për ju këtë muaj. Le të krijojmë një rrjet të madh energjie pozitive këtu në komente. Nëse ky udhëtim ju pëlqeu, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni zilin e njoftimeve, që të mos humbisni asnjë sinjal hyjnor që postojmë çdo javë. Dhe nëse doni të jeni pjesë e familjes sonë më të ngushtë, ku unë ndaj këshilla të përditshme dhe energji direkte, bashkohuni me ne në kanalin tonë zyrtar në WhatsApp. Linkun e gjeni në përshkrimin e videos dhe në komentin e parë të fiksuar. Ju falenderoj që jeni pjesë e këtij rrugëtimi dritë. Paqit një muaj maj të bekuar dhe plot dritë në shpirtrat tuaj. Shihemi në videon tjetër. Zëri i universit është gjithmonë me ju.